Revista Monitor ka bërë më dije se në horizont janë investime të mëdha për furnizimin e Durrësit me ujë. Fal marrëveshjes me Agjencinë Franceze për Zhvillim, 62 milion euro, pritet rikonstruksioni i rrjetit kryesor të furnizimit me ujë në Durrës, me objektiv 24 orë ujë për 168.000 banor dhe ulje të humive në rrjet nga 70% në 20 deri në 30%. Paralelisht do të hartohet masterplani i kanalizimeve, ndërsa SHRU-KD po investon vetë në përmirësimin e stacionet pompimit dhe burimeve ekzistuese. Monitor ka shkruar se shoqëria rajonale Ujësillës Kanalizime e Durrësit e renditet e para në nivel kombëtar për performancën financiare dhe shërbimin ndaj qytetarëve. Ky transformim është një model suksesi që tregon fuqinë e reformës dhe të menaxhimit të ndërgjegjshëm. Kjo kur vetëm pak kohë më parë, Ujësillësi i Durrësit shihet si një ndërmarrje falimentuar me borxhe të shumta dhe pa mundësi për të mbuluar shpenzimet e energjinë. Si erdhi kjo shoqëri nga kriza në ngringritje, analizon Monitor. Sipas saj, në janar 2023, kur nisi reforma e ujësillësve në të gjithë vendin, duke reduktuar nga ato nga 58 në 15 shoqëri rajonale, Ujësillësi i Durrësit u zgjerua duke përfshirë dhe Kavajën, Rrogozhinën dhe Krujen, çka solli dhe barrën e detyrimeve të prapambetura. Në vitin 2024, drejtimin e ujësillësit e mori inxhinieri Sedi Çavushi, i cili nisi një proces të thellë transformimi, task forca për kontrolle, riorganizime të stafit, vendosje të standardeve të reja në menaxhim dhe brenda pak muajsh rezultatet nisin të ishin të prekshme. Pas kësaj periudhe, argëtimet u rritën me 24%. Në vitin 2024 u arrit të likuidohet pothuajse 100% faturat e energjisë elektrike. Ujësillësi ka shlyer mbi 170 milion lekë detyrime të mbartura ndër vite. Ka ulur me 70% borxhet ndaj kreditorëve, si dhe ka derdhur në buxhetin e Bashkisë Durrës rreth 749 milion lekë nga faturat e ujit, pa marrë asnjë subvencion nga shteti. Ndërkohë në Spital Porto Romano u realizuan 74 km rrjet i ri ujësillësi me depo 2000 m3 dhe 2500 masa inteligjent, duke garantuar furnizim 24 orësh me ujë. Karroqerë Shjak, 28 km rrjet i ri, 1630 masa dhe furnizim të pandërprer. Pastrim dhe ndërtim puseta shtreja në Çerm, Fushkruj dhe zona të tjera, si dhe përmirësim furnizimi me ujë për 48.000 banor Durrësit. Por hapat e hedhura, thekson Monitor, tregojnë se transformimi i nisur është i pakthyeshëm.